Apo javë kalzon vjerave tjera sekretin qysh me i përvecu nuset. Qysh me i bo nuset me e dasht vjerën që ka shumë edhe me full që ka mirë. Se djemë të krejtë e dojnë nanën. E nuset shpesh herdin me pas ka pak rezerva për vjera. E para është me lanë të lira, të me vepru vetë. Mos me vënu kontrol mbi to, as në biseda, as në levizje tyne, mos me i pengu kur gjo. Kur si pengojsh, këto vesh ku me ditë qka me konë se ato gjinën mirë para në gjithë statë. Kur ke dasht me i këshilu në i herë, se përmene që mës më ta marë këshilën kritik, qysh i ke këshilu? Se nuk ka mundësi njerës të rritë pa gabu në i herë. Po, aty ku isha pak qysh i këshillon? Si do të me i këshilloj shumë mirë, ullum, bisedojmë, i këshilloj zakonisht kur e shaty si do të pak mu përmirësu. Si nuset, si pak ma të vjetra, se çdo ditë na bojmë gabime dhe na vetë. Drejt me thonë, unë edhe vjerën e kum pas shumë demokrate, edhe prej saj i ku morë shumë mësime, se edhe e ka qenë bashkë si e kohës sodit. Po, se ti ke punu edhe në atë kohë? Po, kum punu në atë kohë, po edhe e ka qenë shumë edu. Në ka dhonë shumë mësime, si në gatime, si në jetë. Edhe unë ju mënu me ja përcjellë gjeneratës temë, se ka në ardhje, nuset edhe pse janë shumë të mirë ata, në shpesh ku më thonë, unë edukatën ja u kanë dhonë familjet, unë edukatës më i mi dhonë nuse. Po fatis kanë qenë të edukume, janë ardhë me mendjet mirë, i kanë marrë dhe mësimet e mira. Me pas në i herë në i më rol, ose në i konflikt vogël mes nuseve dhe djemve? Nuk e di, nuk më kanë ndodhë. Thash të vetë javë monë krahin djemve anuseve, thash mësë është në i farë sekreti që ty në raporteve shumë të shnurë. Zakonisht ja mojnë nuseve. Krahin, se vojza nuk kam, edhe shpesh djemë të më thojnë, ma shumë pejdo nuset se neve. Me thonë si ma shumë ja mojnë krahin nuseve.